Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala dhe Ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu zhvilluan një takim sensibilizues me gratë dhe vajzat e regjimentit të Këmbësorisë së Veriut në Vaun e Dejës, me qëllim ndërgjegjësimin për depistimin e hershëm të kancerit të gjirit. Ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional për shëndetin dhe mirëqenien e efektivëve dhe komunitetit. Siç është tashmë traditë, bazat tona shërbejnë edhe si qendra për të mundësuar jo vetëm testimin dhe depistimin pranë grave, zonjave ushtarake që ushtrojnë detyrën në këto baza, por edhe Ministrja Sala theksoi se programi kombëtar i depistimit të kancerit të gjirit vazhdon gjatë gjithë vitit dhe apeloi për kontrolle periodike në mënyrë që të parandalohen sëmundjet e rënda. Depistimi dhe parandalimi i kancerit të gjirit vazhdon gjatë gjithë vitit. Në fakt, deri tani kemi kryer gati 16.000 mamografi, stacionare dhe lëvizse. Për mua ka edhe një rëndësi tjetër, sepse jemi mes vajzave, motrave, nënave të forcave të armatosura. Mbrojnë kufit, po mbrojmë jetën me depistime. Është një mesazh që dua ta jap prapë përkatësi të dyfisht dhe si mjeke, sepse duhet të ndërgjegjësohemi për mbrojtjen e shëndetit. Në regjimentin e Këmbësorisë së Veriut, në Vaun e Dejës, u stacionua edhe një nga mamografit lëvizëse, ku gratë dhe vajzat me uniform, por edhe të komunitetit përreth, kryen ekzaminimin falas.